Është preferuar ambient i ri për fëmijë pranë zyres përmbarimore të Durrësit. Kjo hapësirë e re për fëmijët, sikurse u deklarua në takimin e organizuar, është krijuar për t'i dhënë më shumë siguri dhe mbështetje atyre gjatë procedurave me objekt takim fëmijë. Zyra përmbarimore e Durrësit do të ofrojë dhe mbështetje psikologjike falas për fëmijët në raste kur prindrit nuk kanë mundësi ta paguajnë këtë shërbim, tha kryetaria e kësaj zyre Eriola Musafaraj. Inaugurimi i kësaj hapësire në Durrës pason atë që është bërë pak kohë më parë pranë zyrës përmbarimore të Tiranë dhe synimi i autoriteteve shtetërore është hapja e ambienteve të ngjashme në qytete të tjera të vendit. Për ne kjo është një përpjekje e sinqertë për të krijuar një vend ku ata të ndihen të sigurt, të qetë, të mirëpritur edhe në momente të vështira. Në thelb kjo hapësirë është një mesazh që çdo fëmijë meriton vëmendje, mbrojtje dhe dinjitet. Si kryetare e zyrës përmbarimore të Durrësit, e kam ndier këtë si një përgjegjësi të thellë njerëzore përtej detyrës time profesionale. Ky projekt do të vazhdojë në qytete të tjera, u theksua, ku ne kemi mundësi logjistike si në gjykatën e apelit të Gjirokastrës, Korçës, se jo dhe në gjykatën e Pogradesit, theksoi drejtori i përgjithshëm i përmbarimit Ergjys Qirici. Drejtoria e përgjithshme e përmbarimit është një ndër institucionet kryesore dhe kontribuese për këtë strategji. Është kontribuese pasi ne kemi të parashikuar me hapa konkret çfarë duhet bëjmë dhe ku duhet të shkojmë. Faktikisht më vjen mirë që mbas Tiranës u bë një ambient, u inauguroi një ambient njësor në 10 orë të vitit 2025 me kontributin e donatorëve, siç ishte UNDP-ja, Agjencia Austriake për Zhvillim. Sot jemi këtu në Durrës, në zyrën e Durrësit, në një ambient i cili është krijuar jo nga donatorët, por ku ka qenë dashuria, respekti dhe kontributi gjithë secili duke filluar nga kryetaria dhe duke vazhduar te përmbaruesit. E pranishme në ceremoninë e përërimit të këtij ambienti ishte dhe zëvendës ministre e drejtësisë Elona Hoxha, e cila theksoi gjatë fjalës së saj se ky investim është pjesë e strategjive ndërsektoriale të drejtësisë dhe një hap i rëndësishëm drejt forcimit të shërbimeve për fëmijët. Synimi është që modele të tilla të hapen dhe në zyre të tjera përmbarimore, duke vendosur gjithmonë në qendër interesin më të lartë të fëmijës së kësaj jo. Është një takim i cili në thelbin e vet, ashtu sikurse dhe kolegët e mi e thanë, kanë empatinë dhe kanë atë ndjenjën miqësore që duhet ju japim këtyre fëmijëve që takohen me prindër në raste divorci apo në raste të problemeve për të cilat gjykata ka vendosur takim fëmijë-prindër. Ambienti për fëmijët pranë zyrës përmbarimore të Durrësit do të jetë i aksesueshëm në oraret që vendos gjykata për këto takime, qoftë gjatë ditëve të pushimit apo festave zyrtare.